Okej, Brisida sigurisht pastaj është dhe ana tjetër e medaljes, se kuptohet që si që e tha e pranoj dhe Flogerti, nuk duket seksit, bëhet kjo një moment kur temi ke shumë funksionar të ti si mazhorancë, cilët po të jetojnë sot për akuza nga më të ndryshme, apo jo? Duket pak se këti mbrapa, si e që mbrapsht. Unë personalisht mendoj ndryshe komplet nga zoti Flogert, unë jam shumë e zhgënjur nga zoti Sadushi, e njoh prej shumë kohësh. Nuk mendoja që të përdore politikisht, mendoj që është totalisht një vendimarrje politike. Nuk besoj se zoti Sadushi po përdoret nga politika dhe po i kthen ndërsa për shkak të momentit që po e bën. Po, sepse nuk besoj se zoti Sadushi këtë e bën për një morit të madhe shqiptarësh që janë në paraburgim. Nuk besoj se është ajo arsyeja që ju dimsën shqiptarët e shkret pa për kraje politike. Jam e bindur që krye këput e bën stamos për zotin Velia dhe për personazhe të tjerë të spikatur të cilët janë në qelit e paraburgimit. E rrithem që mendoja që ai do vinte interesat e Shqipërisë dhe pavarësinë e drejtësisë përpara interesave të tij. Ne kemi pasur dhe një amnisti që pritej të aprovojë nga parlamenti, që nuk është dukur nga sertaret dhe nga kalendari. Vjen lajmi që për amnistin ndjes Bris. Shumë ndjes, po. Se sapo më erdhi, po nuk e kalendarin sot dhe nuk është kalendarin data kur do shqyrtohet amnistia që përfitojnë 450 të burgosur. Amnistia ka prit para burgosur. Urdhro? Jo, s'ka. Ka për ata që janë hetim. Ajo amnisti është një amnisti e cunguar. Për mua është kot. Qëfëse do menimin tim personal, në fillim të muajit prill do shqyrtohet. Unë mendoj që dhe seanca gjykatës shtuar me datën 9 prill. Unë mendoj që majoranca dhe kryekëput zoti Rama ka filluar një fushat rezistence dhe pak dinake kundër drejtësisë shqiptare dhe kundër gjithçka që është arritur deri më tash. Ky është mendimi im personal. Edhe kjo që po bën zoti Sadushi është kryekëput me qëllime dhe me përfitime politik, nuk është fare për shqiptarët të cilët nuk janë sot edhe këtë vit në dhomat e paraburgimit, por kanë për 30 vjeçari që shqiptarët e thjesht në paraburgimet janë të mbivendosur dhe të se nuk i nxorri nga burgu Sadushi kur ankimuan gjykatën e lartë. Unë e rithem tani. Unë e them një herë që jam e zgënjur nga zoti Sadushi, nuk mendoj që mund të merrte kështu lloj iniciative politike dhe të vinte interesat të ngushta politike përpara interesave dhe të vizionit që duhet ketë një kryetar e një gjykatës së lartë. Dakor, unë mendoj që gjykatësi suprem, Brisida duhet... Ai vendim unifikus? Jo, një sekund, të mendimin tim. Gjykatësi suprem, se zoti Sadushi është në pozicion e gjykatësit suprem, zgjedhur nga parlamenti. Po, është gjykatësi suprem. Nuk ka, dikush do zgjedhë, s'do bie nga qielli. Kupton, dikush do ta zgjedhë. Jo, aq më tepër që është një jurist karriere, nuk absolutisht. Jo, nuk po merrem me emrin. Trumpi e zgjedh në Amerikë. Unë jam thënë publikisht mendimet e mia për zotin Sadushi dhe nuk janë gjithë aq pozitive. Po për te emrit konkret. Them, një gjykatë suprem po duhet reflektoj edhe mbi ligjin, edhe mbi situatën e paraburgimit. Dhe duhet të priti sekond se sa kemi ne pas kemi ne 65% të qelive të mbushura me të paraburgosur dhe duhet ta kishte marrë këtë mendim jo sot që në mënyrë që të shmangnte para gjykimin dhe duhet ta kishte marrë këtë mendim para 2 vjetësh, nuk do kishim këto historira. Nuk do kishim këto historira. Dhe jam shumë dakord me ty që përputha e datave krijon këtë perceptim. Nuk është para gjykim. Po është perceptim, nuk është para gjykim, është perceptim. Po. S'është para gjykim. Ka drejt ta perceptoja shumë Brisida. Por, nga ana tjetër, me thënë vërtetën, Brisida, po lexoja raportin e SPAK-ut vjetor. SPAK-u ne e dim, refuzoi të takohej me Komisionin Qafa. Më fal. Nuk janë të gjithë paraburgosurit nga SPAK-u. Jo, në rregull, nuk po flas për SPAK-u, po unë po them, po duhet të them që tjetër. Po thua që ti krijove me drejt ke një perceptimin tënd politik mbi çështjen. Dhe kjo që po bën gjykata e lartë, përputhet me këtë që po kërkon majoranca, sot po bën lojë politike. Jam dakord me perceptimin tënd. Kuptim, nuk jam, domethënë mënyrën se e percepton ti. Po dhe vetë zoti Rama ka thënë që ne do merremi të fusim ta tregojmë SPAK-ut. Rim të gjykata e lartë. Rama është politik, është palë, ka interesat e vet, do të diskutojmë për këtë. Po lexoj raportin e SPAK-ut. SPAK-u refuzoi të futeshte në dialog me
me parlamentin... Me zotin Gjafa. Me zotin Gjafa, me parlamentin, pra se ishte komision parlamentar. Pra nuk do marrin pjesë e këto. Kur shkoj puna në gjykat lartë, në gjykat kushtetuese për çështjet e Velia, çështjen e Ballukut, dhe aty refuzoi, tha, nuk vi para, ta nuk jam palë. Proceduralisht nuk është. Që është në rregull. Po jo proceduralisht, po dhe nga pamja e korrektesës institucionale. Një institucion i tillë nuk futet dot në interpretime politike, apo jo. Do i rri jashtë, që të mos paragjykohet. Dje në raportin vjetor, po lexoja që SPAK thot shikoj me shqetësim lëvizjet e mazhorancës për ndryshimet e legjislacionit e tjerë. Dhe në këtë moment, unë nuk mendoj që ata e kanë bërë me dashje, me thënë vërtetën. Po me dashje ose pa dashje, janë futur dhe ata në një debat politik, në cilin nuk duhet ishin futur. Prokuroria e zakonshme, e posaçme, gjykata e zakonshme, e posaçme, e merr ligjin përballë dhe e zbaton. Unë kam folur me prokurorët SPAK-ut para disa vitesh. Dhe më thonin, këtë çështje e paraburgimit, më thonin, sokor, ne kështu e kemi ligjin. Ndryshohet ligji, ne do të zbatojmë ligjin tjetër. Atëherë në moment, apo jo, se ti je ligjzbatues, ti nuk je ligjvënës, ti je ligjzbatues. Jo, ne kemi kodin e procedurës që po, ti e merr dhe thon, këto e kam kod procedurës penale, s'kam pa, këto masa kam unë, këto zbatoj. Kur ajo që shikoj unë, Prisita, është që duke vazhduar këtë çështjen e koherencës politike që edhe mua nuk më pëlqen, dhe unë do kisha dashur gjykata kushtetuese këtë që po bën që mendoj që është gjë e drejtë, duhet ta kishte bërë një moment po të shumë të hershëm, që të shmangej nga debati politik, unë shikoj që dhe SPAK është futur në debat politik. Unë them që nuk dhe nuk e di pse është tërhequr, mendoj që është tërhequr pa dashje ndoshta në mënyrë instinktive. Unë mendoj që është duke mbrojtur pavarësinë e tij dhe nuk ka disa momente. E mbron duke bërë detyrën e vet, jo duke u fund komente politike. Nuk besoj që është koment politik të thuash që mazhoranca kërkon të ndryshojë gjithë rregullat e lojës. Pse refuzove ti ulesh në tavolinë komisionit parlamentar dhe thoje, shiko, ti e duke u futur në territorin tonë. Komisioni parlamentar kërkoi të hynte dhe të kontrollonte në institucion. Ajo është tjetër. Është përcaktuar në rregulloren e parlamentit. E mori përgjigjen dhe nuk shkoi. Aty shumë mirë. Tani ka çuar raportin e saj dhe shkoi dhe ta mbrojë në parlament. Prandaj, e bën për ulesh aty, po ideja këtë e ti çalli kam marrë që këtu me ose pa dashje, këtu janë infektuar. Pastaj se kush është autori i infeksionit politik, unë kam një ide. Kush e përhap infeksionin politik. Por që shikoj që dhe SPAK-u me ato që lexova, ishte vetëm një paragraf, dhe e lexova dhe me thonë vërtetën, më futa pak mendime. Ne po shkojmë prapë ke SPAK-u, ndërkohë që paraburgimi, numrin më të madh të paraburgimeve nuk janë nga të pandehurit e SPAK-ut, po janë nga të pandehurit e prokurorive të vetëve. Nuk fola për këto. Jo, them unë si Prezidio, them. Tek futja, tek koherenca politike e institucioneve drejtësisë. Jo, kuptova, jo, se kisha me jo. Në total, prandaj them që numri më i madh paraburgosurve nuk janë nga SPAK-u, janë nga gjithë prokurorit e rrethet Shqipërisë. Atëherë vendimi i gjykatës... Dhe vendimi i gjykatës së lartë... Gjykatës së lartë është i drejtë, apo? Nuk është i drejtë, sepse duhet shikojmë ku do e bazoj këtë vendimin unifikues, sepse do të nxjerrë një vendim unifikues, që cilë pasojë do shikojmë ka paravepruese, pravavepruese, se varet edhe si do i ketë çfarë lloj vendimi do marrën, ai thotë do e nxjerrë në 9 prill, ka zhgritur një grup pune, por e rithem asgjë